8 vjetë më parë, këtë ja u tha tani, dhe tani këta u zgjuan dhe kuptuan që duhet të armatosen lufta në Ukrainë, ju tregoj se paqja nuk është e përhershme, se mënyra se si këta ju qasën, sidomos Gjermania, me Angela Merkel, që ka bërë gabim më të madh për mendimin tim, Rusis, që e bëri Gjermanin të varur komplet nga gazi rus dhe pastaj ran ekonomikisht dhe e toleruan Vladimir Putinin kur aneksoi Krimen. Dhe pastaj e kuptuan kur filloi sulmi që Rusia është aty dhe është një forcë që edhe ajo kërkon në mos sot nesër të përmbush ambicjet e saj që i ka historike. Dhe kjo i ka shkundër vendet e NATO-s dhe prandaj fitoi Trump në një farë mënyre sot. Po kam përshtypjen po ta shikosh strategjikisht dhe na pa gjatë fituan të gjithë. Sepse fituan e përmende pak Melonin. Meloni kishte një... Se do t'i shohim gjitha momentet virale, po pak më vonë, thjesht dua të ndalem te mesazhi kryesor. Jo, e kisha tek mesazhi politik që tha, ne vetë investojmë, tha, sepse Italia ishte nga ato që ishte vendi që kishte investuar më pak, tha do të investojmë, tha, sepse ta vizioni jon, tha, edhe çfarë duhet të bëjmë ne, tha, në fushën e mbrojtjes, tha, është siguria e qytetarëve tanë, sepse sot Rusia është praktikisht në luftë me Europën, nuk është në luftë konvencionale me armë, po përmes luftës hibride, përmes sabotimit që po i bën në për stacionet e kurudhore, në për GPS-et e avionve, në sulmet kibernetike në aeroportet që blokojnë aeroportet, edhe sulmet të tjera me dron. Pra, ajo praktikisht është në një farë lufte me Europën, pra një luftë tjetër, një luftë ndryshe, jo lufta që po bën në Ukrainë. E para, e dyta, çfarë ndodhi me Ukrainën? Ukraina dje, se është paradoks ta mendosh, ka firmosur marrëveshje për bashkëprodhim dronësh, pra nga një vend që kërkonte armatim çdo ditë, tashmë është kthyer në një prodhuese e dronëve të teknologjisë së lartë që po godasin deri në zemrat të Moskës. Që solli dhe atë batutën e bukur, fakt që do ta dëgjojmë më vonë të Zelenskit me Trump. Me Trumpin, rekuperoi disi Zelenski pas asaj shfaqjes që i bën në Ama sot po të shikoje të gjithë liderët ishin si mbivez. Mbivez? Si shumë të kujdesshëm. Preferuan të mos i përgjigjen pyetjeve të gjithë ata që ishin më të kritikuar nga Donald Trump, ose preferuan të mos flasin fare për gazetarët, ose të bënin një deklaratë. Keir Starmer bëri një deklaratë dhe u largua. Friedrich Merz bëri një deklaratë dhe u largua. Emmanuel Macron dhe Giorgia Meloni preferuan të mos dalin frikë nga shpërthimet e Trumpit pastaj. Ata që folën dhe u përgjigjen çdo pyetje ishin vendet baltike, të cilat kanë arritur 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen, edhe Polonia. Ato e kanë realizuar të gjithë qëllimin. Ndërkohë që më bëri përshtypje edhe një deklaratë që bëri kryeministri i Spanjës, Pedro Sánchez, i cili ishte në kritikat forta të Trumpit në konferencën për shtyp që bëri me... Ndërpresi marrëdhënien, janë njerëz... Jo, i kërkoi Scott Bessenti ta ndërprit çdo lloj marrëdhënie biznesi. Janë loko, janë të çmendur ata... Ama kur ishin në takim, domethënë kur e pyetën Pedro Sánchez unë pata një takim shumë të mirë me Donald Trump, ta folëm për futbollin, ta sa mirë por organizohet Kupa e Botës në Amerikë, nuk pati tensione mes nesh. Që latë kuptoj që Trump... I latë kuptoj një gjë, kur janë, do me thënë, dokumenti që ta dhe zoti Shtuni, ajo është NATO, dokumenti që prodhoj. Pra NATO nuk ka asnjë problem, Neni 5 është mesazhi më i mirë që i shkon prap Putinit, sepse natyrisht përçarja e aleancës ndihmon Putinin në arritjen e objektivave të saj. Ajo i çoi mesazh ne jemi këtu, NATO është këtu, Neni 5 nuk preket, është ai që është, do vazhdojmë armatimin, do vazhdojmë prodhimin e armëve, blerjen e tjerë. Ndërkohë, kur liderët dalin jashtë, pastaj europianët kryesisht, por tashmë edhe presidenti amerikan, kalkulojnë sondazhe, flasin për elektoratin e tyre, pra çdo deklaratë që bëjnë, Giorgia Meloni ka zgjedhje vitin tjetër. Patjetër, dhe ka marrë shumë mbështetje pas asaj që ka bërë, do ta diskutojmë. Franca ka zgjedhje vitin tjetër. Edhe nga të majtët ka marrë shumë mbështetje për qëndrimin që mbajti ditën e sotme. Gjatë gjithë këtyre ditëve, sot edhe Donald Trump ishte në fushatën elektorale në konferencën për shtyp. Ishte në fushatën elektorale. Çfarë e bënte, ma thuaj edhe këtë që shkoi te zoti. Ka risjell, kam përshtypjen, është teza elektorale që ai po teston në këto ditët e para. E tha në 250 vjetorin e Amerikës, e tha edhe sot, pra kishte marrë tezën komunizmi.
po u futën komunizëm nuk kthehesh më, ndoshta edhe për shkak të rritjes që kanë demokratët socialistë, se kështu quhen Mamdani me shok, që po rriten në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mamdani i New Yorkut, Mamdani i New Yorkut, po, që ata e konsiderojnë veten edhe pse janë brenda Partisë Demokratike Demokratët Socialistë, sepse janë pak më të majtë se sa vetë demokratët, dhe kam përshtypjen tashmë MAGA në Amerikë do të përballet me këtë grup që po rritet me shpejtësi dhe ka dhe një shqetësim brenda demokratëve se si duket po merr elektoratin dhe po bëhet si një ekuivalente... Si politret, le të themi, në... Jo, po, si që është MAGA brenda republikanëve, po bëhen ata brenda demokratëve. Po kështu ata po rriten shumë dhe po pra ne dhe Trump zgjodhi ti sulmojnë, thonjza, dhe ti këtë e shef si... po e teston elektoralisht tashmë, do me thënë, tezën komunizmi, pra nëse ka pasur më përpara familja, tezat antiliberale, po them, dhe kristianizmi, tani, po merret me komunizmin, por sot ishte në fushat elektorale, qofte edhe me komunikimin dhe me mënyrën se si u sjell me liderët europianë, sepse në Amerikë dihet se ka shumë votues që janë europianë, që kanë ardhur nga Europa. E kuptova, zoti Starova, çfarë la pas ky summit? Kush ishte mesazhi kryesor?